Po të në shik, mas që se dimni, se në zunat të vlanë burg, ra borë, konë 3 metra borë. E qëllum pa milë. U shumë më natje të këtejnë promje, me nëzishkuëm në katonë. Njënik. Në ishim jashtë a Jonikit dalën fosh. Të shkuëm, e kisha motën të matunën në Berish, aty në Jonik, e shkuëm të eja, i tharë që s'kemi buk, jemi me të qështu pa milë, s'kem pas më shkeqojmë. Ja shkoj e na qiti për i dakik i buk, edhe qoj një mashkull shpisi, ne i pruni 10 kila milë. Gjithë ditën e gatë ty jetë në përborë më shku mi mash ata buk. Natyra e fshatit Slub është harmonizuar mirë me ngjyrat e afrimit të pranverës, por me karakteristikat e kësaj stine nuk ngjason jeta e Ajete Mazrekut. Jeta e së cilës derivon kishte vetëm 2 ngjyra, bardhë dhe zi. Fatkeqësia e parë për të ishte vdekja e prindërve. E kjo dhembje u dyfishua kur i arrestuan edhe vëllaun. Jeta e Ajetës nuk ishte qenë fare e lehtë, pasi që bara e gjithë shtëpisë i ra mbi supe. Punët që në ato kohë i kryenin vetëm burrat, tash e tutje i binin Ajetës dhe kunatës së saj. Te baba jemi konë shumë mirë. E kom pas babën të Zotin në vllanë, jenë konë zatë. Tani baba më dishë, vllanë ma shti në burg. Për politikë, i thanë ki bo politikë, do me të shti në burg. E shti në 5 vjetë në burg. Thanë që ma lagronë me thmi, vajtër si shle djali, edhe djali tjetër edhe një qik ishin. Punum bujqin, livra, mjëll ara, mjëll kalamash, mjëll gron, me gjallë. I prejshim dronë të rrethit fushës aty, duke se shka me djegë. Njona më dish për zemrës kësë mund. E baba për i kapslakit. Një mu më lënë vogël, motër e lënë matë madhe, edhe vllanë e lënë të madhe. Si po thamë se kej martu, ne është i në burg. Kur kush, vish në vetë. Në kujtes ka kush atëherë për kondin, po kemi hjek bëllë. Kur ma më zonë vllanë në burg, i kishim 50 argat milë në kalamash. Në dyjet në përborë e kemi korë, kemi shti menën. Gjithë dhimin kemi qërush aty me i fitilaqë. Se atëherë s'ka pas as truja, vish me i gazë kishim 10.